Sot, Komisioni Ligjor dhe i Licencimit pranë Komitetit Ekzekutiv mbajti një mbledhje me antarë të dhomës së zgjidhjes së mosmarrëveshjeve pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, me qëllim analizimin e punës të këtij organi të zgjidhjes së konflikteve për 4 vjeçarin e fundit dhe me qëllimin e rinovimit të tij në 4 vjeçarin e ardhshëm për një mandat të ri. Analiza mori në konsiderat shumë faktorë, zhvillimet edhe rrjedhshmërinë e punës gjatë këtij mandati 4 vjeçar, ato problematika që janë hasur nga antarët e dhomës dhe nga klubet gjatë kësaj periudhe, si dhe impaktin që kanë patur ndryshimet që ne kemi bërë rregullores në vitet e fundit, me shpresën për ta modernizuar dhe për ta bërë më fleksibël këtë mekanizëm për të gjithë komunitetin e futbollit që ka nevojë për zgjidhje mosmarrëveshjes. Urojmë, shpresojmë, besojmë që në mandatin e ardhshëm, me kontributin e të gjithë faktorëve, duke nisur nga klubet, nga lojtarët, nga Federata Shqiptare e Futbollit si organizat dhe nga profesionistët që ne kemi afruar në këto trupa, të kemi një hovë tjetër dhe një pikpamje dhe një qasje tjetër duke i ofruar të gjithë faktorëve një zgjidhje sa më të mirë, sa më të besueshme dhe sa më pak të kontestuar të konflikteve në lëmin sportiv, po jo vetëm edhe në atë tregtar apo me natyra të tjera. Kjo ka qenë një qëllim i vazhdueshëm i Komitetit Ekzekutiv, për të cilin ne do marrim edhe miratimin, edhe angazhimin dhe besimin edhe nga Asambleja e ardhshme.